Ama ka gatishmëri nga zoti Kurti për të bërë koalicion, se Kurti është më i madhi. Në rast se shkon te 60% i votës diasporës që ja mundson 52 deputet ose 65 sa ishte, unë jam i bindur që Kurti bën vetë qeveri. Dhe ata që analizuam mbrëm në debat, i bie që brenda ditës i li respektohet këtu, por unë jam i bindur që në këtë pikë ekziston kështu, votohet edhe kryetari edhe qeveria. Pastaj nisa ja fati të rrjedh për 30 ditë për presidentin. Kto jam i sigurt që kështu ka me vepruar zoti Kurti. Por për marrë te kjo pikë kushtrim, ai i auzaron do takime i thirr. Lumiri një çon ftesa, ndoshta Bedri Hamzës, ndoshta edhe Mushta Dinet, por në esencë, nëse ka 52 numra, vepron njëjtë sepse nuk ka arsye të ndryshoj. E ka thënë këtu në debat, e ka thënë shumë shpesh që nëse populli ja ka dhënë mundësinë me qeverisë vet, nuk ka arsye të ndajë pushtet për presidentin. Edhe unë besoj që nuk ndan. Pavarësisht është një deputet 2 ose 3. E tani kjo na çet në situatën e njëjtë ose të ngjashme kur bashkë të shkonin në zgjedhje të reja. Rezultate edhe 4 vjet tjera. Jo, është kjo pa rezultat kjo është temë që për më me fokus po në çfarë vjen Kosovës ai çeveri. Temë edhe një herë, mundet lidhet qeverisja dhe ndarja e pushtetit me presidentin. E thash, ja kam thënë shumë shpesh dhe për këtë jam i bindur, përgjegjësia për me zgjedh presidentin. Është ti që ka 55 vota, si ti që ka 7. Në esencë, nëse marrim dhe lexojmë kushtetutën, ligjin se si zgjedhet presidenti, aty thotë kuvendi dhe deputetët. Nuk thotë partia e parë, e dytë, e tretë ose e katërt. Kjo. Tashti, praktika jonë në politikë dhe në zgjedhje ka treguar që ne kemi nevojë për marrëveshje. Politikë dhe në të kaluamën, partitë kanë nda pushtet brenda qeverisë për me zgjedhë presidentin. Sepse asnjëna s'ka mujt vetëm në formë qeveri. Asnjë arsye s'ka, dikush më thon Kurti po bën gabim, sepse ka fituar shumicën e bën vetë qeverinë. Që unë mendoj, ndoshta e kish bë edhe tjetër. Tashti ti shkon